Përfundojnë me sukses ndërhyrjet në rrjetin kryesor të ujësjellësit në zonën e Rapit në ujin e ftohtë, sikundër po ndiqni pamjet në ekran të filmuara nga televizioni 6+1 Vlora këtë të mërkur. Avarit kanë përfunduar së rehabilituari, ndërsa ndërmarrja e ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë ka kthyer edhe zonën në gjendjen e mëparshme. Pas përfundimit të kësaj avarie, e cila u mbyll po ditën e martë, furnizimi me ujë i qytetit të Vlorës është normalizuar plotësisht. Ndërmarrja e ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë ka një falënderim të veçantë për bizneset e zonës, për durimin dhe mirëkuptimin, pasi ndërhyrja gjatë sezonit turistik ishte e pamundur të realizojë, po ashtu edhe për ekipin teknik, që me përkushtim dhe sakrificë mbylli çdo defekt në kohë. Për shkak të kësaj ndërhyrjeje, u realizua stakimi i stacionit të pompimit, por ekipet në teren punuan intensivisht për të mos patur impakt në furnizimin me ujë të qytetit. Riparimi i kësaj avarie u shty në kohë për shkak të sezonit turistik, edhe për të mos sjellë problematika në furnizimin me ujë të qytetit të Vlorës. Ndërhyrjet për përmirësimin e rrjetit të ujësjellësit në Vlorë janë një punë e përditshme e ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë. Rrjeti i amortizuar krijon problematika të cilat zgjidhen në kohë për të mos krijuar probleme në furnizimin me ujë të pishëm. Furnizimi i qëndrueshëm me ujë mbetet prioritet i ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë.